Po sigurisht se prapa kësaj është Rusia dhe strukturat inteligjente të Rusisë, sepse ata janë kogja shumë prezent në rajon, edhe mos të harrojmë në Serbi, në Nish, është qendra më e madhe për inteligjencë e Rusisë, sigurisht se në Evropë, me përjashtim të Rusisë, ta zonë, teritorit rus, po edhe më gjërë ku operon kështu hap të zi edhe FSB-ja dhe guru i Rusisë. Pra ajo qendra që i referohen si qendër humanitare. Mirë, por realisht ajo është qendër Fusion Center për inteligjencë dhe aktivitetet të spionazhit dhe të inteligjencës. Edhe ato bëhet koordinimi gjitha këtyre, tani kur jashtojmë kësojmë faktin se strukturat e sigurisë të Serbisë, një pjesë e madhe e tyne janë kogja shumë besnik ndaj strukturave të sigurisë ruse, sepse edhe shkollën paka shumë e kanë të njëjtë, edhe bija në një farforme në teren vepron më shumë si një nën kontraktor apo vazal i FSB-s, se sa si një shërbim i pavarur, sa herë që kemi të bëjmë me çështjet që ndërlidhen me Rusin, pra gjitha këto na japin qarta zi, shkaktarin se kush është ai nxitsi apo shkaktari apo edhe rekrutuesi prapa këtyre struktura. Po sa i përket një lufte të përmasa e gjona në Ballkan nuk shon ndonjë rrezik eminent për momentin, për vetë faktin se edhe në Bosnë është ka do të të prezencë të NATO-s, pra ka përveç që nuk janë në ombrell të NATO-s, janë ushtri të vendeve anëtare të NATO-s, pra përmes euforit që e kanë atje. Pra edhe atje kanë rrit numrat, kur ke një farë tensionimi, po prapë nëse ndodh ndonjë konflikt në Ballkanun, gjithë kam thonë dhe prapë mendoj që ai konflikt do fillojë në Bosnë. Kosova është më pak e eksplozume edhe ajo kryesisht për shkak të homogenitetit të popullsisë që ka Republika e Kosovës. Veseli, sa të rrezikshëm pra janë këto grupe të tilla? Këto grupe janë të lidhura drejt për drejt me kreun e shtetit, sepse doktrina ushtarake se po duhet plotësohet me shkenzin, me një shokun, shërbimet inteligjente të vendeve perëndimore, pra dhe shërbimi jonë i inteligjencës. Në rastin kur hetohet një rast kriminal, penal, apo çka do të qoftë tjetër, shkohet përmes policisë dhe gjykatave që këta ta ekzekutojnë arrestimin e këtyre. Ndërsa në doktrinat e vjetra ruse, shkenzjeri dhe më mirë, këta e kanë edhe pjesën e ekzekutive që që patëm rastin e plagosjes të atij qytetarit serb në pjesën veriore. Këta e kanë edhe një dek të mekanizmave që edhe ekzekutojnë operacionet e tyre, qofshin ato të arrestime,